të Zubin Potokut. Një armë e gjetur gjatë hetimeve mund të hap një tjetër kapitull në hetimin e varrezave masive në Kalludër dhe Jabuk. Pas zbulimit të mbetjeve mortore në këto dy lokacione, hetimet po marrin një tjetër drejtim. Gjatë kontrollave në pronat e Nenad Rashkovicit, serb nga Veriu, janë gjetur disa armë, mes tyre edhe një Kalashnikov. Pas kësaj, vëmendja e hetuesve është përqendruar te Kallashnikovi, i gjetur gjatë kontrolleve. Arma pritet i nënshtrohet ekzaminimeve forenzike për të përcaktuar nëse ka lidhje me krime të dyshuara në këto zona. Ekspertët do të analizojnë armën dhe do të krahasojnë ato me gzhoja dhe provat balistike të mbledhura në lokacionet ku janë zbuluar mbetjet mortore. Çdo përputhje e mundshme mund t'i jap hetimeve një provë të rëndësishme për zbardhjen e vrasjeve dhe masakrave. Ndërkohë, Nenad Rashkovic është larguar drejt Serbisë, duke deklaruar se atje ka udhëtuar për trajtim shëndetësor. Gjatë qëndrimeve në Serbi, ai është takuar edhe me presidentin serb, Aleksandar Vučić. Por, sipas burimeve të mediumit Kanal 10, largimi i tij drejt Serbisë po shihet edhe në kontekstin e hetimeve, që po zhvillohen për armët e gjetura në pronat e tij. Në lidhje me këtë rast, në një zhvillim tjetër, Inspektoriati Policor i Kosovës ka nisur një hetim preliminar, sipas detyrës zyrtare, lidhur me pretendimet e Nenad Rashkovicit, se pjesëtar të policisë së Kosovës kanë përdorur forcë të tepruar ndaj tij. Pretendimet e Rashkovicit janë bërë publike në kohën kur ndaj tij dhe pronave të tij po zhvilluan kontrolle. IPK pritet të verifikojë rrethanat e incidentit dhe mënyrën e veprimit të zyrtarëve policor, ndërsa paralelisht mbetet në pritje edhe rezultati i ekspertizës forenzike për armën e sekuestruar dhe nëse ajo mund të ketë ndonjë lidhje me krimet e dyshuara në Kalludër dhe Jabuk.